Ka më thoni, nëse një grua shtazana infektohet gjatë shtazanisë me virusin e rubeolës, ne nuk kemi kur ta Çka rekomandohet abortimi i fëmijës? Në rast se jo, nuk ka si tash të diskutojna me doktoreshën, domethënë që tash secila analiza i bën tani nivelin e IgM-s të tjera. Po, doktoresh? Atëre, doktoresha po referohet tek torçi që njihet në shkurtesën mjekësore, qoftë në shkurtesën e mjekut laboratorit, por edhe ginekologut, se çfarë është torçi. Torçi është toksoplasma, rubella dhe citomegalovirusi dhe herpes simplex virusi. Atëherë, së pari këto testohen, domethënë kanë nga 2 antikorpe ose antitrupa, IgG dhe IgM. Pse është e rëndësishme IgG-ja si forme ushtarit të mbrojtës të organizmit ton, është e rëndësishme sepse IgG-ja na flet për një infekcion të kaluar, dhe ajo lën gjurmë tek smundjet infektive, tek shumica e smundjeve infektive, dhe IgM-ja pse është e rëndësishme sepse tregon për momentin, domethënë gjendjen akute, a jemi të prekur, në këtë rast një grua shtatzën a është e prekur qoftë nga rubella, qoftë nga toksoplasma, qoftë nga citomegalovirusi ose herpes simplex virusi e tjerë. Çdo IgG deri në 100, domethënë mund të mirret varësisht nga vlerat referente, njësitë, metodat mace të laboratorit. Por ajo deri 100, domethënë është si standard, mund të mirret si normale e kaluar. Por kur kemi një IgG 100 e tutje, pra më të rritur, atëherë tek një grua shtatzën në mënyrë automatike duhet na shkojë mendja sepse mund të kemi një reinfekcion ose infekcion që mund të instalohet dhe të bëjë dëme pastaj edhe tek fryti. Janë metodat njihen, janë metodat analitike në serologjinë infektive, në biokimin klinike, metoda janë disa, ELISA, CLIA, ECLIA e tjerë, dhe metodat e real-time PCR-it. Tani, kur kemi një, se çka do të thotë, ti rikthemi edhe një herë tek pjesa e për shembull rastit që e keni aty mbi tavolin. Kemi edhe Elus edhe Regjinë me na vendos do ishte më mirë që ti referohemi. Po, shohin edhe atje pacientit. Domethënë kjo është fillimisht që po flasim apo? Po, kjo është fillimisht që po flasim. Po Elus Benartin, po e kemi edhe në probavit tjetrën Benart Lutna. Tjetrën, po. Atëherë, këtu rasti këtu flitet për një citomegalovirus, domethënë infekcion me citomegalovirus të nëna, edhe në momentin që një IgG është i rritur, pavarësisht kur bëhet në torç në serologji infektive, atëherë ginekologu kërkon IgM-ja pavarësisht që është negative. Mbi 100 IgG-ja, atëherë patjetër që do kërkohet niveli i IgG-s avidity. Që në kupton kjo? Kjo pikrisht atë pjesën kur e sarum të pjesa e reinfekcionit, do me thënë sa ka aviditet të lartë ose të ullt citomegalovirusin këtë rast, ose mund tjetë edhe tjetër toksoplasma ose rubella e tjerë. Këtu kemi një rast për shembull që edhe e sarojmë sepse është i interpretuar duke u bazuar në guideline ose protokoll gjerman të punës mjekut laboratorit. Që në kupton? Për shembull, ky aviditeti këtu të një grua që sapo ka lindur, kjo patjetër që ka pas infeksionin gjatë shtatzanisë, këtu kemi një aviditet të lartë, që në kupton, do me thënë është mbi 3000, se ne për të nxjerrur atë shifrën 3000, duhet të bëjmë, kemi metodat tona, diluim, për të nxjerrur rezultat, sepse pajisja të nxjerr për shembull më e madhe se 200 ose më e madhe se 300, por janë metodat e punës të zbërthimit të mjekut laboratorit që mirret me punën më tutje për të fituar një rezultat dhe për t'i treguar kolegut ginekolog dhe pacientit që ky është rezultati dhe risku është ky. Atëherë, një aviditet i ulët, kur del i ulët, patjetër që është patologjik, dhe kjo na flet, do me thënë aviditet ndaj CMV-s ose toksoplasmës ose secilit parametër të torçit. Kjo na flet që gruaja shtatzën infeksionin e ka në 3 muaj, ose ose brenda 3 muajve, ose në 3 muajt e kaluar. Pra infekcioni është shumë i freskët dhe risku për infekcion të fetusit është shumë i lartë. Por nuk është rasti në fjalë për shembull
që gjithmonë sepse shkenca updateon dhe inovacioni është në metoda laboratorike, patjetër bashkë me akterin, mjekun klinicist dhe ginekologun, sepse të dytë ndjekun pacientin, më falë Saranda. Këtu kemi një avititet të lartë, që për shembull deri vonë është menduar që avititeti i lartë nuk ka rrezikshmëri, por na dëshmon të kundërtën, sepse tek fetusi është bërë PCR-i, real time PCR-i dhe rezulton pozitiv. Po e vendos Benart lutem tjetrën, dhe Do kjo me është thënë një bebe sapo lindur, e cila tek nëna është, do me thënë rezultati është avititet i lartë, mbi 3000 dhe fetusi po rezulton që është i prekur me citomegalovirus.